Inspektorati i punës ka vendosur në favortimin, ashtu siç edhe e kam pritur, ka konstatuar se RTK-ja ka bërë shkelje procedurale, ka bërë shkelje të ligjit dhe për më tepër ka ardhur në përfundim, ashtu siç ne e kemi ditur se Blerim Haxhiaj është UD kryeredaktori palegjshëm, sepse i ka përfunduar mandati para 3-4 muajsh si UD kryeredaktor dhe aktualisht është duke e shfrytzuar zyrën e kryeredaktorit në mënyrë të palegjshme. Krejt ajo që ka ndodhur me mua pas një interviste që të famshme, nëse mund ta themi, ka qenë një lloj përndjekje nga ana e menaxhmentit të RTK-s me direktiva, unë besoj shumë, të partisë në pushtet. Unë nuk pretendoj që RTK-ja ka qenë duke lulëzuar para se të vinte Blerim Haxhiaj si UD kryeredaktor, por fatkeqësisht konsideroj që ai njeri i ka shkel të gjitha standardet profesionale prej momentit kur e ka marrë detyrën si UD kryeredaktor, dhe unë besoj shumë që për të shkel ato standarde është instaluar aty. Pra ka ardhur me një mision të caktuar, nuk ka ardhur me mision për ta ndrejtur RTK-n dhe për të punuar në mënyrë profesionale, por ka ardhur me mision për të bërë presion ndaj njerëzve të cilët nuk ju kanë nënshtruar. Nuk jam veç unë aty e cila s'ju kanë nënshtruar, ka shumë kolegë të tjerë të cilët vazhdimisht punojnë në mënyrë profesionale dhe edhe këtyre ditëve po i vuajnë pasojat, edhe këtyre ditëve jo vetëm unë, edhe shumë të tjerë po përballen me procedura disiplinore, me reagime të shumta, vetëm pse kanë vendosur të punojnë në mënyrë profesionale e jo në mënyrë të nënshtruar.